A e ke ndalë telefonin ndonjëherë me qëllim? Thu jo se të vroj. Thu jo. Po, kom dalë me qëllim, po jo... Jo për ty? Për ty. Unë e kom ditë. Shka ki ditë? Që e ki ndalë, mes me të pëngu. Po dhe me të pëngu njerës. Zakonisht gente në sezonën e verës e ndalë telefonin kërë e ka atë periudhën e pushimit. Zakonisht pas dite kur flejnë gjomë ndali telefonin. Përsa të arsye, po thë. Kjo din që ndali telefonin. Për të marrë pak energji për mramjen. Pa tjetër që po, se nuk ndalet asë njerë gjithmonë, pa shkru dikush, pa thirë dikush në korqarë, kështu që zakonisht unë pas drejkës flej një orë gjys, pas taj zgjohëm, bom gati për darsëm ku dhe që kom shku, edhe atë një orë gjys e du pushim total edhe telefoni është pjesë që të pengon procesin e gjumit. Atëherë, të gjithë miqtë e Gentianit e kanë kuptuar që tashmë një pauzë, një orë gjys shëndit, është fik telefoni. Nashta edhe s'kanë me të thirë. Shumë vërtet. Okej, radha jote, Gentian. Tri gjëra që çdo grua duhet t'i mbaj në çantë. Ka ndryshuar edhe këto gjana me kalimin e kohës. Në fillim ku majt diçka nështë personale, po që tash pa telefon nuk muj me jetu edhe s'muj me kry punë. Telefoni është i parë, në thënë që duna me pas. Koleta, se me fmi, pa kolet kërkasën shkën. Me fmi e me vetë besa. Edhe palomat e lakta. Palomat e lakta. Të trija. Radha jote, Venir? 3 arsye që ti më dashuron më shumë se unë ty. Hajde, na vullën ja dhamë që ti e dashuron më shumë. Wow. 3 arsye. Spari po pyes a është e vërtet? Apo është... Po sarë ta diskutojmë vlera, na kjo thot ju në ty të du ma shumë, unë i thome ju në ty të du ma shumë, edhe kur nuk dijet, zotë i din, nuk u dalë dishka mi matë. 3 arsye. Po, arsyeja numër 1 është që në moshën 18 vjeqare ki vendos me ma fal jetën mu. Një farforme, po. Një farforme, po. Që aja është... Që ke marrë vendime të mëdha? Vendimet të madhë në moshën... Pa i bo 16 vjetë ka marrë atë vendim. Jo, përsa më vitëm. 16, po jo është moshë jo madhore. 16 vjeqare ka marrë vendimin që nuk është e letë. Arsyeja parë është ajo, pastaj gjithë shka ka bo për mu në karierë, sepse ka pas shumë vështirë. Për shkak të punës që e kam, gjithmonë këthau në 2, 3, 4, 5 në shpejt në nxezit. Ka qenë më obliguar me u marrë me punë të tjera gjatë ditës? Pa tjetër që po, edhe